Mirëmbrëma të dashur shikues të Radio Televizionit Iliria, prej studios së emisionit Qasje tridimensionale. Kom nderin edhe kënaqësinë që po takohem bashk edhe sonte me juve, si çdo të shtunë tjetër prej orës 21. Sot do të diskutojmë edhe do të flasim për feminizmin. Feminizmi si rrymë i fuqizon gratë, si lëvizje, a i fuqizon gratë apo i dëmton ato. E për me folë për këtë çështje kemi në studio një doktor shkence të sociologjisë, Jaher Cimiqin. Jaher, mirëseverdhje. Përshëndetje, faleminderit. Edhe gjithashtu kolegja jonë e dashur, Valentina Leku Gashi. Vale, mirëseverdhje. Mirëseverdhje. Shpeshherë feminizmin e keq kuptojmë ndoshta. Ndonjëherë edhe shihet në formën e drejtë, qysh është themelu, po din edhe me u keqpërdor si rrymë. Natyrisht që ne kam parasysh për ndikimet pozitive që i ka pasur rryma feministe në një periudhë caktuar kohore, në një kohë kur gruaja nuk është konsideruar as qenie njerëzore ndoshta, nuk ka pas drejt me vendos bashku gjë për veten e saj, e mos të flasim më me qenë pjesë në vendimarrje prej mohimit të drejtës të votës, që nuk e kanë pa as ëndër. Nëse flasim domethënë për një periudhë të tillë ku nuk është konsideruar si qenie njerëzore, atëherë në rregull jena edhe me pas një lëvizje që lufton për të drejtat e grave dhe për fuqizimin e grave. Po në kohën e sotme unë mendoj që po të kalohen pak ato kompetenca dhe ka filluar qaq shumë me u keqpërdor ky emër, sa unë personalisht mendoj që po dëmtohet gruaja prej vetë kësaj rryme. Cili është mendimi juve për këtë farë? Fillimisht faleminderit për ftesën. Kam kënaqësinë që jam sonte me juve, si çdo herë në emisionin tuaj edhe në televizionin tuaj të nderuar. Ju përgëzoj për emisionin, një emision shumë produktiv, i cili ose për të cilin ka pasur nevojë shoqëria jonë kosovare, emisione të tilla edukative, i cili i trajton ose i lufton dukuritë negative në shoqëri, në këtë rast çysh është edhe prishje e një rendi shoqëror i cili po ndodh, ku janë prishur rolet e gjinive, domethënë roli i mashkullit edhe i femrës. Për me trajtu më mirë këtë temë, ne duhet të nisemi prej gjenezës. Pra lëvizja feministe që ka filluar, siç e dina edhe na dhe vitet e mëhershme, ka filluar si një lëvizje e cila ka pas nevojë shoqëria njerëzore, por edhe femra ose gjinia femrore ose femrat ose gratë në përgjithësi. Mirë po, si me thonë, si fillim ose si piknisje, ajo ka pasur një qasje edhe një qëllim shumë të mirë, që pastaj me kalimin e kohës ka devijuar për qëllimit dhe prej objektivave të saj. Sigurisht që para se lëvizja feministe të krijohet, shoqëria njerëzore në përgjithësi, po edhe gratë në veçanti kanë qenë në kohën më të zymt, ku gratë janë parë vetëm domethënë si rob, nuk kanë pas drejt vote, nuk kanë pas drejt të marrin pjesë në procese të rëndësishme të shtetë-ndërtimit dhe të shoqërisë. Këto ka lind ajo nevoja për një lëvizje feministe, për drejta të barabarta, për shkollim, për punësim edhe për drejta elementare, të themi në thojz apo e futi ose në parantezë këtë çështjen e barazisë. Për shkak se vetë kërkesa për barazi është kërkesë jo legjitime, është kërkesë e padrejtë. Për shkak se barazimi i dy gjërave të ndryshme ka lënë në padrejtësi, për shkak se drejtësia është shumë më e lartë, është shumë më kuptim plotë, është shumë më e madhe se sa thjesht barazia. Për shkak se me barazu një femër dhe një mashkull për ka aspekti fizik në punë fizike është padrejtësi. Pra duhet t'i barazojmë, për shkak se ajo çfarë femrat kanë kërkuar në gjenezë, në fillim atje ka qenë koncept i gabuar, ka qenë kërkesë e gabuar, për shkak se atë që gratë është dashur ose lëvizja ose lobi feminist që është dashur ta kërkojë në fillim ose në piknisje, atje do të kishte qenë mirë me qenë drejtësi jo barazi. Barazia është një pjesë, një segment i drejtësisë, mirë po drejtësia
i kalon këtë pjesën e barazisë. Ajo çfarë ka ndodhur me, si më thonë, me ndrimin e roleve në shoqërinë tonë të femrës dhe të moshkullit, është ajo që ka ndodhur në shekullin e 21, pra prej vitit 2000 këndej pari. Pra kur rolet janë domethënë janë përzierë, kur femra, si më thonë, ka marrë një farë roli të burrit, ku kjo pavarësia, domethënë punësimi, shkollimi, po e themi se unë përgjithësi e ndaj këtë feminizëm në feminizëm modern ose produktiv edhe në feminizëm radikal. Pra feminizmi modern ose produktiv është që feminizmi ku femrat kërkojnë barazi në tregun e punës, barazi në shkollim, barazi në çështjet që janë esenciale dhe bazike, ndërsa ka aspekti tjetër barazimi i roleve. Është një çështje që i ka lënë kompetencat e femrës, është një çështje që pastaj krijon çrregullime shoqërore siç e kemi pa edhe në të kaluarën, për shkak se ne i shohim familjet tona në shoqërinë tonë kosovare, i shohim domethënë rolet kanë ndryshuar. Nuk e din familje kush është nana, kush është baba, domethënë shpesh herë fëmijët ose prindrit detyrohen me bë punë të grave të cilat duhet të kryejnë gratë. Pra ose gratë me kry punë të burrave. Po, absolutikisht, domethënë për çata që i ka më mirë si koncept punën e përzierjes së roleve në familje. Kështu që ka pasur, si më thonë, në retrospektiv ose gjatë rrugës, si më thonë, një trumbetim të përzierjes së roleve gjinore, po edhe një rrëshqitje në çorsakak të konceptit të feminizmit që pastaj ka shkaktuar probleme në shoqëri. Ma kujtove një rast kur përmendët domethënë për Enver Hoxhën që në emër të feminizmit, po mënoj të barazisë gjinore, gruas në muajin e 7 zanis, ja ka dhënë kulicën për me bajt malter e burrit fshisën e rrymës. Domethënë kjo është diçka ndoshta në mënyrë figurative, mundet edhe mos me qenë e vërtet, po në anën tjetër kjo është realisht diçka barazi gjinore. Po dojmë me pas barazi, atëherë ta provojmë vetën se deri ku mundemi me arrit. Gjona po ndodhen në shoqërinë tonë kosovare, këto janë gjona që shihen, që ne po i shohim, që ne po jetojmë, çdo ditë përballemi me to, për shkak se ne jemi pjesë e kësaj shoqërie, edhe i shohim. Femra sikur më parë është e lënduar emocionalisht. Është e lënduar emocionalisht për shkak të kësaj barazisë që e ka bë shoqëria moderne të burrit e të gruas. Që ki që të lëndën për që se i rrëjmë atërë të besin qafë. Po, ne i shohim se Valentinis është aja morëm timingun, ne i shohim nëse shkojmë edhe i konsultojmë klinikat, dhe më thonë ata që merren në terapi psikologjike. Shohim që shumica atyre që kërkojnë terapi psikologjike janë femra. Për shkak se janë të lënduara emocionalisht, nëse e marrim statistikisht e shohim. Për shkak se janë të rënduara, për shkak se një femër nuk ka mundësi me shku me punu 8 orë, me ardhur në shtëpi, me bë punë të shtëpisë, me bë bukën, me bë çështjet anviserisë që janë, edhe pastaj prap i bën një kohë e vogël gjumë, prap, domethënë një orar i përsëritur që s'ka kuptim. Që burrat nuk jam gjesin dorën grave. Nëse kalojmë prapë te kjo pikë, edhe të shohim për valen çka është feminizëm se indirekt profa, domethënë ndajtishin në diçka ndonjëherë pozitive, po ndonjëherë me efekt negativ. Për ty çka është feminizmi pozitiv dhe çush është dashur me qenë? Besa profa e shpjegoj shumë mirë, sa që na dha disa shembuj shumë të mirë mosafiri jonë sotëm. Veç e ceki që feminizmi ka fillu me një qëllim shumë të pastë dhe shumë të mirë. Po kur gjithçka që të prohet, del jashtë binarëve, del jashtë kontrollit, del jashtë të qëllimit që ka fillu. Kjo është problemi. Pra, feminizmi ka fillu, ndoshta më dhan drejtën gruas në vendimarrje, në shkollim, në punësim, në arsim, po mandej feminizmi e fuqizon gruan kur e çliron nga dhuna, nga nënshtrimi, nga padrejtësia, kur i jep drejtën e punësimit, vendimarrjes. Por feminizmi e dëmton gruan kur e çet në luftë me burrin, kur ja hup vlerën e nanës, e rolit të nanës në familje, sepse barazia nuk është me shtyp tjetrin, është me u ngrit së bashku. Ky është për mua feminizëm. Ka njëherë po keq kuptohet roli i feminizmit ose ato gratë që në emën të feminizmit kanë kthyer kaq shumë me rrit këtë çështje, realisht janë të e dëmtuar pa gruan edhe rolin e gruas. Sepse shumë mirë e cekë musafiri që gruas janë të i dhonë rol çaq të madh që ti je fort, ti mundesh, ti je fort. Po nganjëherë kur gruaja nuk mundet realisht me përballë këto,
Ajo po lëndohet emocionalisht. E feminizmi po harron me i thonë që ti din dhe më lodh, edhe është pjesë e jetës, është normale. Kështu që i dha disa shembuj shumë të mirë për mua që është feminizëm. Me ato që ka fillu paqësisht, po që rrugës ka dalë jashtë asaj çka ka rrit emrin edhe që ka lënë të patë si feminizëm. Po vetë fakti, nëse i referohemi statistikave të martesave, nëse e shohim sipas Agjencisë Kosovare të Statistikave, por edhe nëse e shohim edhe më larg sipas Agjencisë Botërore të Statistikave, e shohim që deri në vitin 2000 mosha mesatare e martesave ka qenë 25 vjeçare. Domethënë ka qenë një moshë relativisht e re në të cilën janë martuar të rinjt dhe të rejat jo vetëm në Kosovë, por edhe në botë. Ndërsa nëse e shohim prej vitit 2000, domethënë prej vitit 2000 e kënej, mosha mesatare është 34 vjeçare. Domethënë kemi një rrëshqitje edhe këtu në Çorsokak ku po shkon domethënë shoqëria duke u plakur për shkak se asnjë vepër e cila bëhet në shoqëri nuk mund të bëhet vetëm aty për atyshme, për shkak se ajo ka pasoja të pastajme. Pra nuk mundem me thonë që nuk është problem global, përveç problem shoqëror, shtyrja e martesës, për shkak se shtyrja e martesës domethënë tkurrje demografike, domethënë plagje të shoqërisë, domethënë mortalitet, domethënë problem shumë të madh, domethënë problem në ekonomi. Po e ka një autor gjerman ka një libër shumë interesant fol për ekonominë botërore. Edhe thotë që cili është roli i rritjes së popullsisë në ekonomi. Shumica e njerëzve mendojnë që rritja e popullsisë domethënë rami ekonomike. Jo, ai thotë që rritja e popullsisë është ngritje ekonomike, për shkak se është shtim i njerëzve, shtim i trurit, shtim i kapaciteteve, shtim i vendeve të punës. Domethënë na automatikisht e kemi të kundërtën e saj, për shkak se tkurrja demografike, siç janë për shkak se na mundemi me folë edhe për migrimet që janë shkakës edhe faktor tjetër. Mirë, po tkurrja demografike është si pasojë e shtyrjes së martesës. Shtyrja e martesës ndikon direkt në tkurrjen demografike, ndikon direkt në humbjen e vendeve të punës, ndikon direkt në tkurrjen e ekonomisë, përveç shtetërorëve të Kosovës, po edhe botërore. Pse përballet Kosova me probleme ekonomike? Për shkak se deri më tash 350.000 të ri kanë praktikisht Kosovën. Domethënë 350 njerëz eksperta, kryesisht ata që kanë praktikisht Kosovën, që kanë emigruar prej Kosovës në vendet e Evropës edhe më larg, janë njerëz më të shkolluar, janë kukat e këtij vendi. Nuk janë vetëm njerëz të rëndëm të thjesht që s'kan mujt me gjetë veten. Domethënë janë njerëz për që ata na një prej faktorëve të inflacionit, për shkak se inflacioni e ka përfshi këtë botën, një prej faktorëve të inflacionit është edhe lëvizja dhe migrimi i trive. Ndërsa për feminizmin, a mendon që feminizmi po ndikon edhe me ushty martesat? Absolutikisht, feminizmi plus, nëse mundem me thonë kështu një koncept i ri, ose feminizmi radikal, është ajo që i ka shty meshkujt ose djemt e ri të tërheken mrapa, për shkak të kërkesave shumë të mëdha që u ka imponu shoqënia jonë kosovare trive përballë martesës. Domethënë tash rinia jonë kosovare e sheh martesën si një ngarkesë, jo se si një institucion ku mbahet shteti, ku forcohet ligji, ku forcohet ekonomia, ku forcohet ushtria, ajo ndodh përmes familjes, ajo ndodh përmes martesës, ajo ndodh të e bë martesën në kohën e duhur, në mënyrën e duhur. Kjo është në anën tjetër edhe të gratë, realisht edhe të femrat, përderisa është shty mosha e martesës, është sigurisht e njëjta. Edhe ato i pritojnë përgjithësisë, se në fakt secila grua që punon 8 orë në ditë, kur synon me u barazu me burrin e saj, me kontribu, sepse sot në shoqëri nëse një gru nuk punon, ajo ka me u paragjyku, pavarësisht arritjeve akademike që i ka, nëse nuk e ka një vend punës, ajo ka me u këshyr prej tjerëve kushtimisht, po thëmë si gjuna. Si dikush që nuk është aktive, si dikush që nuk është e zoja, si dikush që nuk ka mujt me u gjind. Do më thonë se që ky koncept është ndërtu edhe pikrisht mendojnë është ta që ka pas ndikim edhe këtu, do më thonë këto rrymat feministe, sepse një grua për me e dëshmu vetën që është e zonja, atëherë duhet me qenë detyrimisht aktive në shoqëri, me qëndru në këmbët e saj, jo me varë ekonomikisht prej burrit, sepse shihet si e gjymt nëse varet në aspektin ekonomik prej burrit. Diçka që realisht është mirëqenie e saj. Ajo ka zgjedhur mos me punu me orar të plot,
ose ka zgjedhur me punu një punë të lehtë, sepse e din që përgjegjësia e saj për mbajtjen e familjes, po edhe për mbajtjen e vetës së saj është e burrit. Do të thonë tash pritojnë me u martu, se në momentin kur martohesh, atëherë ki me pas ekstra përgjegjësi. Kështu ndoshta e mon një vend punës, edhe mon veç vetën. Nuk ka nevojë me u përkujdes as për burrin e besa as për fëmijët në të ardhmen. E këtu mendoj që indirekt kanë faj edhe burrat. Për faktin që ja kanë këta një lloj komoditeti, po kanë edhe burrat. Pse? Se gratë në emër të forcës së tyre janë gjendje me punu 8 orë, e kur të vinë në shtëpi me punu edhe një 4-5 orë tjera, po veç me dëshmu që janë të fuqishme edhe kanë parën e vet. Edhe janë të pavarura. Por realisht kjo është varësia më e madhe. Për një gru nuk ka varësi më të madhe. Na e kemi fështirën shpesh herë, për me një thëmë, nuk mundesh me bëhap për eksygardhen. Me këta burrat gjenerat të kohës e sotme që i kemi, që janë eduku prej grave, nuk mundesh me nda rolet mbranda ditës. Unë thëmë, nëse fëmijët e tonë, në amrim, djemët e tonë, me i mësu në formën që shka vepru dhe Muhamedi a.s. që i ka arnu vetë robat e vetë, që ka pastru me fshiz, nëse na mrejna si gra me i përgadit djemët e tonë, me i mbështet gratë të tëne, me i ndihmu, po pa e ndru rolin kryesor që kanë si burra dhe si përgjegjës për familje. Do më thonë, kam përshtypjen që burrave për ju përshtatët, kjo gatishmëri e grave për me kontribu, se ju letësohet aspekti ekonomik, të punë të shtëpis, ata nuk e qajnë kokën shumë, eventualisht në i rast aty këto, kështu që nashta edhe që kjo komoditet i burrave po ndikon indirekt që gratë me pritu me marrë përgjegjësinë e martesave të familjeve. Që kjo problematikë është si shkak pasojë e ndërtimit të një narrative të lobit feminist. Pra lobi feminist e ka ndërtu që të narrativen tek femrat po edhe tek meshkujt që femra mundet vetë, që femra është e pavarur, që femra nuk ka nevojë për mjete materiale, ajo mundet me punu vetë, ajo mundet me siguru jetesën vetë, ajo mundet me ndërtu ose me ble banin vetë, edhe kështu që nuk është, si me thonë, e bujnë shkëputjen jo vetëm fizike, po edhe konceptuale të mashkullit për femrës, të gruas për i burrit. Po edhe që nëse kthejna në aspektin edhe islam, dhe me thonë, apo kupton, është gruaja dhe burri janë të pandashme për shkak se gruaja është krijuar për i burrit, apo kupton, që kjo është edhe mungesa e ngjyrimit ose edhe petkut fetar. Pra që ndjesia fetare ose që ndjesin fetare e ka shkatërru që kjo narrativa e lobit feminist. Pra e ka bo edhe shoqërinë islame, e ka bo një shoqëri light, një shoqëri, domethënë liberale, një shoqëri të kompleksit, ku domethënë edhe gruaja islame sot, domethënë e sheh veten, e gjen veten në një moment një grua liberale, një grua të tjetërsuar në frymën liberale të feminizmit, e gjen në dhomat e aty në narrativave që i kanë ndërtu koncepti feminist, lobi feminist. Domethënë kjo është çaja si shkak pasojë pse po ndodhin këtë çito që i potencove ti edhe që i cekë ti. Domethënë që kjo është shkak pasojë e kësaj lobi feminist asgjë s'ka punu, po themi asgjë në thojza s'ka punu në praktik, që ka punu në ndërtimin e narrativave, në ndërtimin e koncepteve. Dhe më thonë, për shkak se demokracia liberale ka ndiku të na po folim si komunitet islam, ka ndiku të na dhe në xhamia. Dhe më thonë, e shet që ta është një praktikus, një motër ose një vëlla me shami, ose një vëlla që fal namaz, e shet që e gjen veten si neoliberal, kur del edhe fol me ta edhe i sheh konceptit e tij për familjen edhe për gruan edhe për feminizmin, e gjen veten ai, dhe më thonë, të befasuar në rrugët e neoliberalizmit, e qëti liberalizmit light, që si të gjetë kamën e parë jashtë oburit xhamis, dhe më thonë zhveshet për i petkut të vlerave edhe të etikës edhe të normave fetare. Dhe më thonë, përveç lobi feminist, përveç që ka arrit me ndiku të shoqëria laike, ka arrit me pas ndikim të madh edhe të shoqëria islame, që falen edhe që agjerojnë, edhe që falen e kam fjallën për ata që falen rregullisht, edhe që agjerojnë rregullisht. Dhe më thonë, feminizmi qash larë ka shku, sa që na ka hyjë edhe në shtëpi tona, edhe, dhe më thonë, për çdo ditë ne përballemi me çto problematika, me çto narrativa, me çto gjëra që po shihet që domi është shumë i madh. Bile sot nëse i thu dikujt që nuk po du me punu,
punëtor, pavarësisht pagës që mundet me më dhanë, e kom vendosur me ju përkushtu familjes teme, me kalu kohë me bashkëshortin tem, e një punë fleksibile, beso që të shohin sikur me qenë ufa edhe pikrisht ato gratë muslimane që ndoshta të përkushtume. Që kjo është qaj efekti. Se nuk mujnë me emri, dhe më thonë, unë kështu konsideroj që është pak çështje e ignorancës, nashta na nuk pe njohim fen tonë sa duhet, kur nuk e njeh ti fen tonë sa duhet, edhe mirësit, edhe begatit që i kim brenda saj, veç që atëherë ki me u kompleksu. Se në momentin kur i një mirë, atëherë je krenare. Edhe kur e ki krenarin, pavarësisht çka të servohet jashtë, vazhdon me qenë stabil. Na duhet me shku me një blok të marketingut, mi falenderu gjithë ata që po na mbështesin për realizimet tona, rikthehemi pas pak. Herta Kids në Fush Kosovë, përballë kolegjit AAB, vendi ku nuk e keni problem parkingun. Sektori me veshje për të posa lindur dhe fëmijë për 2 gjinit. Aksesor për kuzhinë dhe aksesor dekorativ. Në Herta Kids gjeni edhe veshje për të rritur për të 2 gjinit. Nëse lodheni duke bërë shopping, atëherë keni edhe restorantin brenda objektit për të pushuar dhe kaluar kohë me familjen tuaj. Lodra të ndryshme për fëmijët tuaj. E keni mundësinë që fëmijët tuaj të argëtojnë në Kids Zone derisa ju bëni blerjet. Herta Kids, Kids Zone, Orta Food, Family Clothing Store, të gjitha në një vend. Të dashur shikues, u rikthyem prapë në studion e emisionit Qasje tridimensionale, edhe po flasim për ndikimin e feminizmit në jetën tonë. Vale, apo mendon ti që një grua mundet me mri, me qenë e suksesshme jashtë shtëpisë, me qenë nane për kryme, ose cilën e konsideron ti si më të rëndësishme, me mri një grua në karrierë, me qenë e barabart me burrin, apo me mri paralelisht me rujt familjen e saj, edukimin e fëmijëve, edhe në anën tjetër mos me u tjetërsua se mos me u harxhu krejt. Kur ishëm te feminizmi, sot gruas po i kërkohet shumë, po i kërkohet gjithçka. Me qenë e zoja në karrierë, në familje, në shkollim, në avancim, gjithkohon. Nëse një grua i qet një qëllim vetës që me ka në suksesshme edhe në familje, edhe në karrierë, ajo realisht mundet me kanë. Po ajo personalisht dhe shpirtnisht ka më shpenzu shumë. Sepse si nanë, se cila nanë e ndjen obligim shpirtnor, moral, jetësor, që me ka në nivelin më të lartë të prindrimit që me qenë për fëmijët e saj. Po nëse do me kanë edhe në karrierë, është pa diskutim shumë e vështirë, se veç sa e ceki edhe më mirë që dëgjova prej një mashkulli ose për një burri që me çka ballafaqohen gratë sot. Me sa vështirësit, me sa sfidat, me sa punë e punës jashtë shtëpisë, punë e shtëpisë në shtëpi, janë përgjithësi shumë të mëdha. Po nëse synon edhe don, thjesht e don e sheh veten të përmbushur me arrit krejt këto, ajo mundet mi bën. Po vetë nuk ka me kanë mirë. Unë jam çdo ditë në takim me gratë që punojnë. Edhe besom që, sidomos mësimdhënësit, çdo ditë që i kam taku, para se me fillu me fol për detyrat, unë si pedagoge që i kam kërkesat e mia, për planet e tjera, secila fillimisht ka fillu me e shprej mlefjen, lodhjen, merzin, që është të ndi çdo ditë, që është të ballafaqur çdo ditë. Prandaj, kur jena të shëndeti mendor, të gjendja emocionale e secilës gru që punon jashtë shtëpisë, okej, ato po arrin ndoshta u përmbush veten ose më duk mirë të tjerët, po shpirtnisht edhe emocionalisht janë të lodhura. Edhe në fond, çka na duhet ne kjo arritje që më duk të përmbushna para dikujt, kur na nuk jem përmbushna edhe nuk jem mirë të ndi për vetveten. Pra, mund të arrihet, po është vështirësi shumë e madhe që pjapim prioritet si dukemi para dikujt e nuk pjapim prioritet asaj që kanë ndihen për vetë. Po përmend që një grua mundet me arrit, me qenë edhe nanë mirë,
po në anën tjetër edhe me pas një karrierë përpara, po ngarkohet. Tash kjo ngarkesa, unë e konsideroj që po ndikon dikur gratë me u harxhu. Edhe në momentin kur zoja e shtëpisë, kur nana dhe bashkëshortja harxhohet, atëherë nuk ka më energji me ecë përpara. Se unë mendoj që gruaja për familjen është sikur karburantin është për një mjet, për një makinë. Edhe në momentin kur s'ka karburant, nuk lëviz kurrë më. Gjithçka çrregullohet. Kështu që femra duhet me qenë më realiste me veten. Tash i përmendet ti mësimdhënësit. Mësimdhënësit punojnë me një orar shumë më të shkurtë se gratë që punojnë nëpër administrata. Në mësimdhënësit e kanë llogaritet nuk po them gjysmë orare, po është orare. Tash imagjinoje kur mësuesit ose mësimdhënësit janë të harxhuara, të lodhura, të ngarkuara, çka ndodh me pjesën tjetër që punojnë administrat ka 8 orë, e ndoshta punojnë edhe të shtunën. Mësimdhënësit e kanë një orar, po kjo nuk do të thotë që ato janë mbrana orarit edhe mbrana punës vetëm gjatë kohës që janë në shkollë, sepse ato pjesën tjetër për më përgatitur për të nesërmen në shkollë do të më vazhdu të shtëpia. Çka ka me zhvillu para nxënësave, plan programet, çka ka me bëj çdo ditë. Domthon ato nuk e përfundojnë krejt punët, përfundojnë momentin që përfundon orari i punës. Ndërsa orari i mësimdhënësit nuk përfundon me përfundimin e orarit të asaj dite. Ajo vazhdon në shtëpi, sepse secili mësimdhënës pa dalë jashtë temës, nëse nuk përgatitet në shtëpi për të nesërmen, atë nesërmen e ka humbur. Prandaj shumë kush mendon që mësimdhënësit kanë pak orë, jo përkundrazi. Mësimdhënësit në përgjithësi, po mësimdhënësit gratë në arsim janë shumë të ngarkuar sepse ka një orar në shkollë, po vazhdon punë në shtëpi. Po unë çdo ditë që kam biseda të afërta me to, secila prej tyre është e lodhur. Janë të lodhuna sepse arsimimi ashtu kështu të konsumon për shkak të punëve që ka, për shkak të kërkesave që ka. Po megjithatë, na veç i cekëm që secila grua na e kena diskutuar edhe në takimet të mëherët. E përfundon orarin në shkollë ose në punë, ti e vazhdon orarin e dytë në shtëpi. Ne na presim pafund obligime si prind, si mësimdhënës, si punëtori të do vend ku jemi, mandej në shtëpi kemi detyra të tjera që na presin, edhe na thjesht po jena në punë me orare të ndryshme. Po oraret punë tona s'po përfundojnë vetëm në. Jo, absolutikisht sa i përket se e një koxhami këtë fushën se unë kam punuar edhe në disa vite në gjimnaz, pastaj kam kaluar në nivele më të larta. E di shumë mirë, unë kam pas kolegët të cilat janë detyruar me i marrë fëmijët në shkollë, domethënë në orar të punës për shkak se burri punë, koha e çerdhës ose e shkollës së fëmijës nuk ka qenë në atë kohë kur ai ka pas orët e saj, është detyruar me i marrë me veti në shkollë, me i mbajt orët e saj që i ka pas në shkollë, pastaj me marrë fëmijët edhe me i dërguar në çerdhë ose me i dërguar në shkollë në klasë parë së dytë ose tretë pa marrë parasysh se ku i kanë pas. Kjo e para, e dyta, arsimtarët ose mësimdhënësit ose profesorët e shkollave të mesme kanë edhe punë, siç e potencoj edhe Valja, kanë punë edhe pastaj edhe në shtëpi për shkak se që janë ngarkesa kurrikulare, për shkak se ne e njohim xhamiet fushën e kurrikula mësimore është jashtëzakonisht e koklavitën, është jashtëzakonisht e rëndë. Domethënë mësimdhënësit përballen me probleme të jashtëzakonshme. Për shkak se ato janë të obliguara me paraqit administratës pedagogu shkollës, drejtorit, zëvendësdrejtorit, plan programin javor, plan programin mujor, plan programin 6 mujor, plan programin ditor, plan programin nivjeçar, janë kujdestar të klasave, duhet me bëj raportet e shkollave, duhet me mbajt mbledhjet e shkollave, domethënë kjo për një fam. Kjo është jashtë orarit të shkollës, domethënë kjo është punë jashtë kurrikulare, jashtë orarit të shkollës, jashtë atyre orëve që kemi marrë ti 20 orë, se ti ke në kontratë se mësimdhënës që ka 20 orë tjera i ka përgatitje edhe punë kurrikulare që janë jashtë kësaj. Po flas për vete si moshkull janë të ngarkueshme. Unë vetë kam qenë disa vite kujdesari klasë, raportet, mbledhjet, përgatitjet kurrikulare janë shumë të vështira. Janë shumë të lëshme se le për një femër e cila ndoshta është qenë ngjartë ose 5 ora, ka pasur për obligim me i bogati fëmijët e saj me i dërguar në shkollë, me u përgatitur ushqimin, me përgatit veshmbathjen, me i dërguar ndoshta ka shkon ajo në punë, me i dërguar edhe në shkollë. Pastaj ka del ajo me marrë, se ka pas mundësi që plot prej burrave ty ne kanë punu jashtë vendit tyre Prishtinë, Mitrovica ose pa marrë parasysh të cilët qytet i kanë takuar. Domethënë për një femër çikilobi pra poeziku, çikilobi feminist që i ka thonë ti mundesh më ja dal. Ti je fort, ti s'lodhesh, ti s'thyesh. Këto janë gjitha pa vërteta. Në anën tjetër, ish dashur me u bë një vedisim prej burrave.
Do më thona e dim që si shoqëri nuk mundemi me funksionu pa kontributin e grus. Në çfarë do sfere. Po ishtë dashtë me u vedisu edhe burrat që nëse të dy bashkëshortët qifti punojnë jashtë të shtëpisë, atëherë kontributi shtëpisë me qenë, nuk po thëmë nashta proporcionalisht i ndarë, veç që ishtë dashtë me pas pak në konsiderat. Po kjo të bën me kuptu që burrat din me e shfrytzu, ndoshta në format të ndryshme, qenjen e grus. Unë shpesh herë thamë, nëse në emën të traditës dikur është nënshtru, e është poshtru gruaja, që në kanon nuk është llogarit as njere, sot shtypët ose rjepët në emën të feminizmit. Të liberalizmit, të feminizmit, të modernizmit, modernitetit, po feks, do më thonë rjepët në emën të modernitetit. Tash, a do të neve më na shku jeta të rjep, apo vjen kjo si rezultat, ose si pasoj e naivitetit grus, që qatë shumë të munu me punu, nuk po ndalemi me mendu edhe me reflektu. Pse mos me organizu ndoshta me bërë diçka simbolike për vetën tonë, një protest, që kur njetë nuk e kumë pa, një protest që kërkon një orar ma të shkurt të punës për gratë, në emën të drejtësisë, jo të barasis. Sepse para 2 ditë lexova për qumshtin e Xhirit, që prej nanës, kur del ndryshe për beben që është i lindur djalë, ndryshe del për beben që është i lindur vajzë. Do më thonë jemi të ndërtuar në format të ndryshme. Për një burr me punu edhe 20 orë nështë nuk lodhët, sepse aspekti ndërtimit biologjik është ndryshe, gruaja nështë për qatë puni është dash me ndonë në 3 ditë për me mri. Do më thonë me u mundu me bo diçka si shoqëni, që erun edhe kontributin e grus, po në anën tjetër i vedison pak edhe burrat që jo detyrimisht kur kthehesh pi punës, me prit gjithçka gatshëm. Si shkak pasoi pastaj pse na ke lidhet çdo temat që e cekam lidhen edhe me çështjen e divorcit. Automatikisht ngarkesa e madhe e femrës, lodhja emocionale e saj, thyrja e saj, ngarkesa me punë, shkakton ose dorëzim, po edhe femra del prej vetes. Domethënë, mas ne shkaktohen probleme familjare. Nështë edhe burri vjen prej punës, femra është e ngarkuar me plot punë, edhe është e ngarkuar s'është vetja, mundet me pas konflikt, mas ne mundet me shku deri te divorcet, që po shohim që numri i divorceve viteve të fundit është shumë i madh. Domethënë, kjo është edhe një prej shkaqeve edhe prej pasojave që po e bën feminizmi. Për shkak se gratë nuk kanë mundësi, Zoti si ka kriju domethënë të tilla, me u ngarku deri në çit mos, domethënë me punu, se na e shohim edhe ne jetojmë në familje, edhe e shohim personalisht po foli nëse një grua nuk ekziston në familje, personalisht po foli për vete, ajo familje nuk ekziston. Unë personalisht po foli nëse s'është bashkëshortja jam në shtëpi, unë absolutikisht mbeten, domethënë, sikur pa shpirt, mbeten për shkak se domethënë shtëpia është shumë bashkë. Domethënë nuk është funksionale, është jashtë funksionit, absolutikisht jashtë funksionit, absolutikisht e çakurduar. Kështu që ngarkesa e madhe femra, puna, familja, anvisëria, ngarkesa e madhe, dolja jashtë vetes, divorci, probleme të tjera, mos ne prej divorcit të rrjedhën në probleme të tjera, vrasjet, rrahjet, konfliktet, domethënë se besa fëmijët i bartin edhe se problemet në shoqëri gjithë mendojnë që një problem në shoqëri ka emër të përveçëm. Asnjë problem në shoqëri nuk ka emër të përveçëm. Çdo problem në shoqëri që ndodh ka zinxhir transmetues të problemeve. Domethënë kur folim për feminizmin ose për vonesën e martesave, mos ne ngarkesën e femrës, folim për divorcet. Kur folim për divorcet, atëherë folim për problemet, për vrasjet, për plagesat, për rrahjet, folim për drograt, ka plot për shembull burra dhe gra që për shkak të presionit të madh psikologjik përfundojnë duke përdorur narkotik. Ose fëmijët që përjetojnë dhuna brenda familjes, përfundojnë dhuna, mund ka raste që kanë bëhu lumtime të ndryshme, fëmijët që kanë pasur dhunë sistematike, kanë përjetuar dhunë sistematike në familjet e tyre, kanë përfunduar si pasojë dhunës seksuale, domethënë kanë përfunduar të dënuar seksualisht. Kam pas hulumtime që kam bërë në këtë fushë. Domethënë, asnjë problem nuk mundet me qenë problem, unë vendosi asnjë problem nuk mbetet në çdo tavolinë. Çdo problem në shoqëri që ndodh është një kancer që ndodh në shoqëri, e që çaj kancer ka më zgjeru në shoqëri.
Apo mendon që burrave indirekt po ju përshtatet, se disa burra janë nashta në kuptimin nuk po them demela, po nuk e tjetërsojnë veten të vrapu mas financave, deri në qatë masa mja ofru grus një komoditet dhe mi thonë ti e dashur, ndash me punu punën, ndash me nejt rre. Dhe më thonë shumë granë që është tonë, fatkeqësisht e kanë pa tjetër me punu jashtë shtëpisë për mirëqenjen ekonomike të familjes. Absolutisht, ka dhe gra. E tash, sidomos këta burra, që nuk janë gjendje me javë ofru mirëqenjen, tamam grave dhe fëmijëve të tëne, atëherë këta ishtë dashtë me u përvjel të punë të shtëpisë edhe mos me pas kompromis këto. Absolutisht. A nëse një gru, edhe përkundër faktit që bashkëshortja mundësën, do më thonë, me pas gjithë shka në regull në aspektin ekonomik, po prapa jo e zgjedh me punu jashtë shtëpisë, atëherë a i zotria unë konsideroj që mundet me i thonë qëre gru, me punu për dënë, nevoj për parën tonë e s'kam, unë në shpes më të një mo. Unë e konsideroj që është nashte verzion maj mirë i burrit që kë, se sa dikush që thotë valla dush me punu ti, puno sa të mujsh, puno në tjetër edhe kur të vinë shpit të dytë bashk, a i ullet zot një këqyr film, edhe kjo e harxhon krejt energjinë e vetë për me nxon krejt programet. Po kjo është një shkaktar pse ndodhin divorcet. Për shkak se një grua e cila zgjohet në 5 ose në 6 mëngjes, punon deri në 4 ora të mbrëmjes ose të masditës, vjen në shtëpi, pastaj i përvjelet punëve të shtëpisë, mesërisë, fëmijëve të saj, edukimit të saj, për shkak se ne e shohim shumë për shembull që tash fëmijët kanë shumë detyra në shkollë, kanë shumë libra, domethënë prind nuk merren, e kam fjalën prindi burr, baballar nuk merren absolutikisht me detyrat e fëmijëve. Pas ne kjo vjen deri te konfliktit ose te problemet të divorcit të ndarjet. Unë po besoj edhe ju bëj thirrje secilit prind, secilit burr, që ta ketë në konsiderat që gruaja është gru. Domethënë, ta ketë parasysh edhe aspektin e saj emocional, edhe aspektin e saj që për shkak se edhe Zoti thotë nuk është i barabartë burri ose nuk është burri si gruaja ose nuk është gruaja si burri. Domethënë, gruaja i ka si më thon armë të forta të saj, gjithashtu edhe burri i ka armë e tij të forta. Domethënë, për çta asnjëri patjetër nuk mundën. Kështu që përderisa as emocionalisht, as në aspektin e familjes si familje si koncept i përgjithshëm nuk ka mundësi gruaja pa burrin, kështu që ti përvishemi punës edhe punët e shtëpisë ti bëjmë së bashku, ose siç e potencuat edhe jo, të paktën t'ia krijoj një komoditet. Nëse ajo do me punu atëherë, ajo është çështja e saj. Po do të marrë sop. Mirë po kjo është një problematikë shumë e madhe për shkak se na e shohim që në Kosova si këtë vendet e botës edhe të Evropës po përballet me inflacion. Domethënë sot shporta e qytetarit është shumë më e varfër. Më herët shporta e qytetarit ke mujt ndoshta një shport me mbush me 200, 300, qitash 500, 600 euro nuk të mjaftojnë ty për gjëra esenciale. Qitash prej janarit është shtrejtuar edhe domethënë kontributet e ujit. Uji është shtrejtuar 40%, energjia elektrike është shtrejtuar. Domethënë çdo gjë tatimi në pronë është shtrejtuar, çdo gjë kima shtrejt. Një familje ku kontributin kryesor e jep një mashkull nuk po ka mundësi t'ia del. Kështu që si shkak pasojë që soi po detyrohen edhe femrat të punojnë. Në rregull jena po atëherë edhe burrat do ta ndajnë. Po duhet me marrë obligimet e saj, absolutisht. Në kontribun shpesh se definitivisht kështu vjen një ditë kur ajo i kalkulon gjërat e vet, thotë të paktën mos ta kom bar burrin për mi shërby. Besojmë që për praktikës tjetër, për takimeve të shumta që i kam me gra, pse vrem ja la teshat? Pse më nejt gati? Si parazit kur të vjen të shtëpia, do të punojmë me orar të njëjtë, e ka raste kur gratë i mojnë 2 puna për me mrri me imbulu shpenzimet e shtëpisë, edhe vjen një ditë kur ajo ngulfatet edhe zgjedhjen e vet me me unë nda prej tij. Kështu që ish dasht me mendu të dytë me trurin e asaj që në realitet je. Burri, që e potencoj profa, do të me pa vetën si burr. Të ke fundit 3 puna maj edhe mundohu me siguru mirëqenjen e familjes se në fund pasojat mësë shumë t'i ka me i bartë vetaj, po edhe fëmijët. Absolutisht, meshkujt kanë mundësi, në fillimet po flasëm për vetën personalisht, fillimet kur kemi fillu, se unë prindin e kam pas elektricist edhe kam punu si 15 vjeçar me babën, ka ndodhur që kemi punu deri në 15-16 orë. Edhe kështu që
do me thonë me vërtetu ato që ju potencioni që ka mundësi një moshkull me punu dhe pa u dëmtu 14-15 orë me majt një familje, mirë me majt. Adin me realizu një plan ose një objektiv ose një qëllim që aje ka një jetë. Të kundërtën femra s'ka mundësi. Shkak se femra ka mundësi me i rezistu punës 15 orëshe. Femra nuk ka mundësi as sipas një publikimi qëtar që bëni hulumtim, dhe më thonë mesatarja që ka mundësi një femër me kom produktive në punë është 4 orë. Qëta është një hulumtim një gazetë suedeze e ka bo, për shkak edhe suedez tash e ka bo orarin e punës 6 orë. Jo 8 orë si që është mo, mirë po 6 orë e ka mo, plus e ki edhe një orë prej 12 dhe një është pausë. Dhe më thonë 5 orë i ki produktive një orë pausë që logaritet në kodër punës. Është shumë e nevojshme me ka ngruja, si në mësim dhanje, edukatorët, është shumë e nevojshme me ka një figurë një gruas atë. Mandej si infermiere, në ginekologji, ku do shko shumë profesione ku është shumë e rëndësishme me ka një grua, jo një mashkull, ose të dyqohet, po sidomos një grua. Prandaj kur shoqënia jonë ka nevojë për një femër, për një grua atë, le t'i ofrojmë kushte sepse na nuk mundna me kontribu për shoqërinë e mos me kontribu për familjen. Na ato kontribu për shoqërinë e për arritjet tona personale, e për avancim, karrierë, po harrojmë familjen, shumë mirë ceket, pa familje s'ka shtet, s'ka tarme. Kështu që nëse na dojmë shtetin, tarmen, shoqërinë, le ta ndihmojmë gruan me ka grua nanë në shtëpi. Po më jashtë mundësi me një orë më të shkurt. Që ka qenë zgjedhja më e mirë që me funksionu një nanë edhe në shtëpi edhe në punë, me pas një orë më të shkurt, jo prandaj thatë nuk do të me ka këtu s'ka barazi, këtu do drejtësi. Sepse nëse jemi të barabartë, të kërkojmë barazi, atëherë 8 orë për ty, 8 orë për mua jemi në rregull. A nëse thirremi në emër të drejtësisë e jo barazisë, 8 orë për ty, 4 për gruan në këtë rast, i shkon drejtësia më e mirë e mundshme. Po do po na shohim në vazhdimsi thirrje që duhet e këto kanë probleme na me vetveten tonë, sepse na po bëjnë thirrje për vetveten ka bërë. Sa herë që përmendet familja ose fëmijët, atëherë me domosdoshmëri sulmohet burri. E thotë që duhet me unda pse fëmijët nuk janë veç nanës në rregull jena, po disa çështje janë natyrshmëri e krijimit. Edhe nana është e lidhur emocionalisht në rend të parë, më tepër me fëmijët. Butësinë e ka prej krijimit që Zoti ja ka dhënë, e sot shohim që sidomos nëpër media, shumicën e rasteve thirret për fokus të femrës të vetvetja. Ti apo nihesh mirë. Ti e merë qantën del në punë 8 orë, nuk ka nevojë të me punu 4 orë, kur të vjen shpe edhe burri ka me punu barabar. Edhe kom për shtypje nuk e di pse, nashta dhe jo më gabim, dhe po para gjykoj, po në herë mënej që bashkë që ato gra që thojnë që rolet e ndame, bashkë ato konsiderojnë ashta që burrat e tëne nuk ju ndihmojnë bashkë për kur gjë heq. Nuk e di pse, nashta është gabim i jemi, po prej praktikës, dhe më thonë shpesh herë mendoj që një herën pat rastin e një seminar për ndarjen e roleve. Edhe po thënë, jo, burri jam njëna, do më thonë me shembuj praktik për jetës vetë. Edhe i ndëgjova dhe në fund thash, po cilën përgjegjësi ose punë brenda shtëpisë mundet me marrë një burr që me pas gjithaj çat obligim edhe mos më të mbet keq. Më thotë tash nuk mundemi me përmend një rast caktuar kur ta bëni çaj ose ta bëni kafe ose mundet me përgatit diçka. Po me pas burri gjithmonë obligim me bë darkën, unë mendoj që 70% kohës kena me met pa bukë. Është përzierje e roleve, si që potencuam edhe më herët është përzierje e roleve. Kështu që çështja është që pikërisht ky lobi feminist. Lobi feminist ai që do më thonë nuk bën kërkesë për me e zvogluar orarin e punës gruas jashtë shtëpisë. Lobi feminist bën kërkesë me shkatërru familjen absolutikisht. Do më thonë është fatkeqësisht e kanë ndonë s'ke nevojë ti si robresh askujt, ndoje pse po rrinte me ato, do më thonë lobi feminist unë e kompetencu. Po psiqike, po bën fizike. Unë e kompetencu edhe në intervista më herët, ku më thonë një fjali nështë që për shumicën njerëzve ose qytetynet që merren me feminizmin, sidomos disa emra të përveçëm që merren për studio televizive, nështë i ka rënë, po kom thonë që feminizmi ka godit në palë skurizore familjen. Dhe më thonë feminizmi është argati më i madh i shkatërimit të familjes. Dhe më thonë ata që ja bujnë më shumë të argatin me u shkatru familja, me u shkatru pastaj, si shkak pasojë e saj, edhe shteti janë kjo grupi i lobi feminist. Dhe më thonë, për shkak se thjesht, nëse marrim edhe analizojmë e qesim në tavolinë edhe i shohim kërkesat e tyre. Kërkesat e tyre nuk janë konstruktive, nuk janë me u ul, me bo kompromis,
me ullë, me u morë vesh, unë e po punoj 8 orë, ti po punon 8 orë, kur të vi, kena me punu bashkë, për shkak se punën po e bojmë njëjtë. Mirë po jo, ti s'ki nevoj mi bo bugati, ti s'ki nevoj me bo, ndajo ti je pavarën, me thonë, thjesht... Deri te ekstremi tjetër që mbra me dëgju para pak ditëve, te liria e dashurisë. Gruaja ka të drejtë... Martesat e hapura. Po me shku me këtë dënë ajo, nuk po thome pi kafe me këtë dënë, po du më thonë, e lirë me dashuru një burë të huj pa problem heq, edhe burri mës me pas drejt, me i thomë se po... me i thomë pëse së është e drejt elementare e vetja. Dhe më thonë tash, që tu dhe më thonë, bo a i devijimi i feminizmit. Ka kërku në fillim është themelu për mi kërku të drejtat elementare, gjë që është shumë në regull, sepse kanë qenë shumë të shtypura gratë. Po me kërku një liri, një shfrenim që nështë as të kafshët nuk ndodhë, atëherë kjo është ekstremi maj madhe. Edhe këto besoj që qëq më ka ardhë rënë që e kumë një në televizor këtë fjallë, sa nuk po thëmë që është fundi botës, po dikur kur ke dëgju diçka në televizion, e ke llogarit që është diçka e meqme, se figurat e shquara, të menqura, e intelektual, kanë pas mundësi me da në televizion. Sot është bo për faqet zezë. Kështu që, unë mënoj që qaja është kulmi edhe nuk ishtë dasht me leju as studiot televizive, nuk ishtë dasht me leju një diçka t'ilë se në radhë të parë, po dëmtojt figura e gruz, bre? Dhe më thonë ti e qenje njerëzore. Nuk je trofeje që me dalë në tregë. Një katapultim e qytine problematikave globale ka qenë edhe ardha e Donald Trumpit në pushtetin Amerikan. Dhe me thonë, në momentin që ka ardhur Donald Trumpi, se presidenti Amerikës ka thonë në Amerikë janë veç dy gjini, femër edhe mashkull. Si shkak pasojë që saj, Amerika është tërheq për shumë organizatave ndërkombëtare. Dhe me thonë, në Kosovë, shumë organizatave që luftojnë për të drejtat, për shtu të drejtat e femra, po edhe të drejtat e qëtyne farë, që shëve ka në emnin qëta LGBT-t, më thonë, i ka ndollë fundet. Prej që kam, kjo është se neve për në thoi neve që falemi po paguni. Më thonë, është po, ka dollë fytyra e vërtet e atyre që paguhen për me qu konceptet e caktuara për para. Sa aktivitete i kanë mojt oje që merren me LGBT-t. Prej që i kanë dalë Usaidi, prej që ka tërhek Usaidin ose e ka mbyllë Usaidin në Kosovë, edhe në Evropë edhe në botë Trumpi. Asë një aktivitet së bo. Ata që paguhen për me qu kauzat e mrapshta që e shkatrojnë shtetin dhe shoqërinë, janë qita njerëz. Se po. Ndërsa na, që mundohemi me i boj zmet edhe argat qëti veni, që mundohemi me i boj zmet edhe me i shërbiq familjes, që është institucioni më e rëndësishëm në shtet, jemi na ata cilët nuk e marrim asnjë cent prej askujt. Mirë po, prandaj absolutikisht. Kështu që na jem ata të vërtetit që e mbrojnë familjen, që e mbrojnë shtetin. Nuk jemi na ata të cilët paguhemi për me qu lobe të mrapshta përpara. Le ta dinë të gjithë ata që na sulmojnë nëpër studio televizive. E mira, gjithë kësaj është që edhe neve ne ka bo Zoti risk me pas një vend ku mujna me i nda mendimet tona edhe me i shprej qëndrimet tona, e besa ju po i një pjesë edhe emisioneve tjera në televizione tjera, kjo është një pozitivitet, veç nështë duhet me i shpeshtu paraqitjet që me avprish pak tripin edhe me kallëzu ta mend me realitet se qyshish do është me qenë. Faleminderit shumë, unë për veti mundohem sa kam mundësi edhe bagazh modest, sa kena mujt me lezu edhe me mësu edhe me bo punime shkencore edhe me marrë pjesë në për seminarët ndryshme, jo vetëm në Kosovë, po edhe në për Evropë. Në plot vendet e Evropës kemi marrë pjesë edhe punime shkencore kanë publikuar edhe në webfaqet më të njohura të universiteteve më të njohura për çështjet e problematikave, për shkak se specializimin në master e kam në pikërisht në çto sociologjinë domethënë dukurit negative që janë, sociologjia e sjelljes devijante, edhe krimeve sjelljes devijante, kështu që jam mundu prej unë personalisht i falenderoj gjitha mediat për shkak se më ftojnë shumë, mirë po për shkak të angazhimeve që kam nuk po mundem, nuk po kam mundësi me u përgjigj edhe sa po më ftojnë. Po mundohem me jap kontributin tim modest, Kosova ka sociolog të zot shumë,
Ama doktorat sociologjisë Po, kena pak. po absolutikisht doktora ka pak mirë, po ka dhe sociologë zot që japin kontributin e vet në parandalimin e dukurive negative, në luftimin e këtyre gjanave që po e shkatërrojnë shoqërinë. Kështu që na jem shoqëni që e dojmë të mirën, që e promovojmë të mirën, edhe nuk i bojmë argat të keqës, nuk i bojmë argat askujt për asnjë interes. E dojnë që të venë ma shumë sekret, për shkak se neve për na thonë shkoni në Arabi atje, kështu që na kena vendosur me qito, na kena vendosur me i bërë argat qëti veni, qësoj shoqënie, familjes që është institucioni më i rëndësishëm, e pastaj e vërteta dhe drita të del, edhe pse shumë sfida, edhe pse shumë peripeti mirë, po e vërteta vënon mirë, po nuk harron. Faleminderit shumë. U gëzoft që e ke ndakuar me qenë bashkë me neve. Merci. Mole dhe te faleminderit shumë. Nëse ki diçka që kishe dashur me ju thonë grave. Nëse feminizmi nuk ishte deviju rrugës, na sot s'kishim qenë këtu të fol kundër feminizmit, ose kundër feminizmit të tepruar. Pra, njeriu nuk është kriju si projekt personal. Na kena nevojë për lidhje, për familje. Pra, feminizmi dhe liria personale, nëse janë pro kësaj, kjo mbetet është me vlerë, mbetet me vlerë. Po kur është kundër kësaj, atëherë edhe feminizmi për neve jena kundër saj. Lidhja ose liria pa lidhje emocionale nuk është liri, është vetmi. Kështu që na falim sot për feminizmin, nuk jena kundër të drejtave të grave sepse vetë jemi gra. Edhe nuk muna me ka kundër të drejtës së gjysmës së shoqërisë. Sigurisht jemi pro saj, por na duke mbrojtur atë, jena kundër feminizmit të tepruar. Kështu mendoj. Përndryshe faleminderit edhe profes nderuar që sot ka gjetë kohën me ardh, edhe na dha fjalë informacione shumë të mëdha, Zoti të shpërbleft. Kem nevojë që shoqëria jonë më pasuru me këso lloj njerëzish, e që me ju kundër argumentua atyre që na quajnë neve me forma me emra të ndryshëm. Faleminderit për ftesën. Njerëz të mirë dhe njerëz të zotë, njerëz të mençur si shoqëri kemi shumë. Por njerëz që po bëhen pjesë të ekraneve dhe që po i ndajnë mendimet dhe qëndrimet, nuk po kemi shumë të gatshëm. Sikur ndonjëherë ta lënë përshtypjen që po qëndrojnë në një zonë të komoditetit në shtëpi, edhe po pritojnë me u ballafaqu me komentuesit të cilët janë të prirur njerëzit e mençur me i ofendu e besa ndoshta me ju dhënë komente të këqija ose të rënda në rrjetet sociale. Sido që të jetë, të dashur shikues, ju falenderoj shumë për kohën që e keni ndarë bashkë me neve. Të dashura gra, mos harroni se familja është institucioni më i rëndësishëm, është prehja më e madhe. Burri është njeriu më i dashur edhe duhet të jetë epicendra e secilës gru. Për një mirëqenie të gruas, duhet me pas raport të mirë me bashkëshortin. Gjithashtu edhe për mirëqenien e burrit, duhet me pas dashuri dhe prehje prej gruas. Të mos harrojmë që njeriu i parë që Zoti e ka kriju në tokë, Ademi a.s. ose Adami, që i thojnë të krishterët, as në xhenet ose në parajs nuk ka mujt me jetu vetë, po është kriju gruaja për me funksionu edhe për me jetu bashkarisht këtë jetë. Prandaj, njeriu i fundit të cilit ish dasht me u shpall luftë, është burri ose gruaja. Ndani kopën njëri tjetrin, duajeni njëri tjetrin dhe synoni që bashkarisht të ndërtoni një jetë mirë.